Gja. Kur me ju pa këto. Mi mama, o zot, sa s'kom pa. Mirë se ke on. Faleminderit që më keni on. E mira jun. Zemër, sa bukur po duke. Faleminderit. Që shikom? Hajde, reatohemi. Kjo është vendi për juve. Ka cëra unë për të mbuc. Në ato Vlerona. Ku të doni, që është doni ju? Faleminderit që merdhat. U kënaqa shumë që më thatë po, e sidomos në këtë periudhë që po ju thoja dhe shikuesve në prag të fundvitit, kemi sa ma shumë nevoj me dëgju edhe me pas momente të bashkume, se fundja festat na bujnë me reflektu që në fund të ditës kthehemi te familja edhe me ta i kalojmë kretu. A ke shumë vështirë me u bindë për me qenë dyja bashkë apo jo? Pikë së pari falenderit, kënaqësi është çdo herë të jemi me Vleronën, se Vlerona është e jona, megjithatë përkundër rrugtimit të saj me karrierën e saj që nuk ndalet asnjëherë, mirë po ne e përcjellim hap pas hapi, kështu që te Vlerona kemi gjetë ku e kemi bërë të pamundurën. Kur më kontaktun prej ekipës ju, thash për kënd edhe një herë, vesh kallëzëm për kënd për Vlerona, thash llogaritet kryme, vesh kallëzëm kur edhe ku edhe u kry. Bosi ka thonë po, a? Do me thonë kush... Bosi është Ana Morea? Jo, veç duke marrë parasysh që aktualisht po punoj si gazetare, ngarkesat e zgjedhjeve tash jemi në prag tyve, edhe fundvitit në përgjithësi, pak ma hektike ma ka lëshu rrugën, pak po të të shune bosi. Qaj ka? Sa të zgjatë kjo, të këshyre. Si ka mundësi që se keni asë një fotografi, po më daj asë një, të pak të në rjete nuk kisha mundësi me gjetë? Së një se kena. Është shumë e vërtet, shumë njerëz ma kanë bo këtë pyetje, nuk e di pse unë... Që, e para letjet këto. E bënëm tash. Posta e boj me Vleronën, te kena me Vleronën. Interesant, asë njëherë nuk e di pse nuk kena. Çdo herë jo me shoqëri, me student, në procese mësojmore, pastaj me shfaqe, edhe asë njerë nuk më bo fotografi e ata bojmë nga një. A të rejëm pse? Hajde. Sonjëm fëmija i mesit. Me vajzë, me Zojën, Sada, me Mirjamin edhe ma shumë. Gjithmonë e ka pas Ana Morea, ka unë e mesit, nuk po mdojnë shumë, po kjo s'ka qenë kur e vërtet. Lutëm. Qysh është, edhe pse për Ana Morea në veç e përmende, se cili me obligimet edhe angazhimet tona, fund viti për nga gjenë tepër me shumë puni, përmende zgjedhjet një prej këtyne, po në përgjithësi, a ndryshon djetorin familjen e juj për nga planet, për nga organizimet, edhe për gaditjet për festa? Po, sakt, planet ndryshojnë, planet çdo herë, ne jemi njerëz, familje të cilët e dojmë festat, e dojmë vitin e ri, Kërshëndellat, Bajramin, Ramazanin, çdo fest është e bukur, na begaton. Sidomos këtë vjet ka qenë iniciativa e Zoj që bredhi shtëpia të stoliset me 1 nëntor. 1 nëntor, po. Do me thonë të festojmë se shumë shkurt, për na bjem në prag vitit ri, po e stolisim bredhin edhe po shduket. Kështu që me 1 e kemi stolisur 1 nëntor bredhin edhe kemi fillua ceremonin të bua për bredhin, nga një pije, nga një film, i kena dhe filmat e preferum që i shiqojmë, o zot. I kena Mrs. Delfire, Matilda, cilën e kena tjetër ndihmon? I kena këtu krejtë Home Alone series, Grinch, krejtë që dojën pjesa ma prezente kohëve të fundit, po pjesa ma e mirë është pjesa e mëngjesit, që sigurohet buci që çdo detaj me qenë me 20 dita mbarë. Me mëngjes, do me thunë kur zbresim poshtë, në televizion është muzika me zët ekstremisht lartë të këngëve të Krishtlindjeve gjatë kësaj sezone. So tash e kemi nisë një muj ma herët edhe ka qenë besëm një 2 muj që e kemi ndi këtë shpirtin e festave që shumë ma herët. Uroj që t'ju gjej mirë 2026, dhe që jo me vazhdu kështu. Me pyetëzojnë me siguri thot deri në shkurt mos me hekbi. Edhe unë ka një herë pajtohe me këta, se ta jep vetë një lloj ngrohtësie. Kush prej jush në familje është më plan prishsi, në thonjza? Do me thonë, ndoshta nuk i prish komplet, po si tenton, si gjysëm, si... Paka shumë, nuk po di, nga njerë më thojnë mu,
Se unë çdo herë kom qef me I pas ofër të gjithë, nuk kom dëshirë me u shpërnda, me utu dika, me bo diçka kom dëshirë. Kështu që çdo herë bëj më mirë që unë ju pregadis, që më mirë e keni këtu më mirë, edhe po m'duket që unë jam ajo që I prishin nga njerë, mirë po ma falin. Falin se ti në fund janë dreqë. Mos me qenë ti, ma ndej s'ka sens asni fest. Kështu që ma mërmendja që më. Veç ju kam të dyjave këto, buci atë kthej pak krejt në Londër, në kohën edhe në vitin kur ka linda Ana Morea. Me që kom këtu prezente, se tash do të më tojnë pse veç për Ana Morea, po me që kam këtu të dyjave bashkë, si e kujton ardhjen në jetë të Ana Moreas? Ana Morea, edhe pëso fëmija I dytë me ankesa, mirë po është fëmija më I privilegjum. Ana Moren çdo herë është pak e zhurmshme, është e vërtet, mirë po është e hareshme. Kështu që çdo herë ka qenë edhe si fëmijë më dominant, si fëmijë ka qenë zërin shumë ka pas akustik, zërin se kur qojke kjo flokët e naltu që Do s'ka pas gjumë aty, a? Jo, heq, kjo literalisht mund të them në çdo 15 minuta është zgjuar dhe kur nuk ka flejt, nuk di çka ka qenë ky fëmijë, e gjithë familja na marr me të. Tek ma vonë ka fillu me flejt. Nuk ti mbarë. Mi u këty ai sharmi vetë, mas nej nuk ka pas ndalur me pralla, me poezi, me fantazi, pafundshme, gjitha këto, kështu I kisha përshkru mirë, po me gjitha te, të dy motrat pasi që është e mesme, e kanë si krah shumë të veçantë, edhe pse mirë është me madhja, gjitha mirë po m'duket që pak ja merë anën Ana Morea. Se çdo herë nëse dika ndodhë në shtëpi, apo të prindrit e mi, me u prish, me pas nevoj diçka, është e gatshme, 24 orë në gjysmë natës, Ana Morea është prish kjo, Ana Morea është kjo është aty. E që edhe të mesmet janë të vlefshme. Ana Morea ka lindë në Londër, a? Po. Në çfarë faze tjetës ju ka gjetë ardhja e Ana Moreas? A keni qëndru edhe për kohë ma gjatë në Londër më pas, apo? Ne kemi qenë edhe atje edhe këtu një farë mesitor që shumë nuk ka qenë I letë, mirë po fëmirina hershme të trijat e kanë kalu në Londër. Newborn baby që në atë kohë e kanë kalu në Londër. Pastaj e mundu me mbajt atë ritmin, kemi shku ko pas kohë të mirat e asaj që ka pas atje I ka marrë Ana Morea, pak në klubet e fëmijëve të vegjël, me I pa shfaqet e kuklave, me I pa përjetimet e ndryshme që ka ndodhë, filmat e parë që ka ndodhë, nuk I kom dalë asjerë, gjdo gjë e para që ka ndodhë në rjetën, në botën e artit, në gjitha këto, unë I kom dërgu. Bile, edhe vakcinat u të isha mi marë prej këtu ujtë atje, për derisa një mjeke më tha, po pse moj arbnesh mundohet, po neve po na I bim vakcinat prej Anglisë. Ti donë fizikisht, të siguru. Me qenë prezent. Ana Morea, në cilat momente pra të rritjes tënde I ke më të freskëta ose më të pastra kujtimet edhe qka, si fëmijë, pavarësisht sa arritemi, nisem prej vetës, I kam si të shkputu në disa, sidomos në moshë shumë të vogël. Qka keti që për herë kur të pyese njerëz dhe që ke qenë si fëmijë ti e kujton veten? Jo nga historitë që të tregon mami, ose dikush familjes, po ti veten, si e kujton? Performancat në dhomë ditës. Ajo është pjesa më e mirë, ndërsa dhe videot që jënë për asaj, inshallah është duken, po. Jënë shumicën e kohës, të me thonë, qoftë ajo periuda kur kom lujtë në teatr, qoftë ose në për filma, e kom përmbush që ato në kreative, po kur nuk kam qenë para një kamere, ose në një skenë, në dhomë ditës të gjyshe, edhe gjyshi shajep të ashtim për para. Bravo, zog, qështu është ty ka qenë gjithmonë pjesa skena ma e mirë, ndështë ta ndomë ditës të ata. Sa kujtimet ma të mira I kom të ata edhe me ata. Po, I ka mirë që përmende sa unë harova, Ana Morea ka lujt në shfaqe në teatrin kombëtar, pastaj ka lujt në serial, ka lujt në filma, kështu që ka qenë angazhume paka shumë. Mirë po unë çdo herë komendu që ka mu marrë me aktrim. Të ndjerën, Buqe Berishën, regjisoren, a ka qenë seriale dhe ka pas aktoret preferume, ka gjeru reklama, e gjatë gjithë kohësh ka qenë angazhume. Mirë po, për njerë erdi me dëshirë të bëhet diçka tjetër. Çka tjetër, shkenca,
kompjuterike. Tash është e mundur. Shtu që... Krejt e papritur për mirës që është rritë edhe që është ambientu me kamerat e me artin në përgjithsi. Historia e emrit besoj ju kam pyet plot, po në fakt që të treja i kanë shumë të veçanta, edhe Mirjami, edhe Ana Morea, Tiara, edhe Zoe. Për publikun, si keni arte për zgjedhja e emrit? Ana Morea, më pëlqente Ana, më pëlqente Morea, më pëlqente Ana Maria, më pëlqente Ana Morea, tash gjitha kështu mënyrë kronologjike po mundohem, edhe për një herë me bashkëshortin, me Astritin, ishte kjo kështu, Tiara më pëlqente gjithsesi. Edhe të isha, pse gjithë këta emra të bukur me lonë, pse mos mi përdor, pse mos mi marë gjitha, pse mos me pasuru karakterin e fëmiu tim. Edhe ashtu në dilema duke shku me regjistru, Ana Morea, Tiara, Ana Morea, Tiara, gjithë rrugës ty për men, sa kemi shku aty, me Astritin, Ana Morea, edhe une, okej, emri dytë Tiara. Shtu që është emën internacionale edhe Shqip edhe i kapshëm për atë jo mundu mi u bo një farë baraspeshe, pasi që edhe ashtu jeta në shkoj me një kom atje, një këtu, paka shumë kjo ka qenë arsye. Shumë të veçanta jonë. E ke dytin ma të preferum së të parin, apo me të dyjat përgjigjesh? Nëse bisedon me Mirin edhe Zoen, ato e ka një farqasje komplet ndryshe kur vjen puna të emri. Mirjami, unë jam vesh Mirjami, edhe Zoe. Unë e kom shumë të rëndësishme edhe ato të mesit, edhe shumicën e kohës ta shkurtojnë nëse ta hekin, unë veshëm se Ana Morea, Tiara, një gjatë. Pak ma gjatë më duhet mu prezentu. Pak ajo mbynë. E fundit është, vleron ma që sharake paka shumë, ne e thirim am. Po. Am. O, edhe me am, kështë am. Në taksi më thrasin anë mo. Kush nuk më thrat kështu Ana Morea, dhe kur e marrë dikon në intervist, eventualisht kur përfundon, këthejet ma pojnë, hajde anë mo. Hajde, kry. I ka shku hoq mami dhe babit. Pak ka cilë këtë frymën e bucit, realisht, ka ardhë nesha, krejt buc. E vërtet, po, e vërtet. Biles ti anë mo, pak po lidhet me emre për bucit. Absolutisht përgjojit. Ju keni raport shumë të ofërt, për pas respektit si non edhe qik. Jeni edhe shoqe. Ana Morea, kur e kënë djeqët ndryshimin ose afërsin me bucin që mundesh me konsideru edhe shoqe, jo veç non? Në tërsta kur kemi mri ma mosh, ma të madhe. Ka adolescenca. Buci gjithmonë e ka pas që në start kur unë ndodhë ke diçka u këthe këta peke, unë s'jam shoqe jote, unë jam nana jote, jam të tonë. Edhe e dishe që u kry. Po gjatë viteve e vrejnë edhe vetë që ndryshën krejt raporti, edhe tash kemi mri në një pikë që edhe nëse i thëm diçka, nuk është qarë problem. Pajtohemi vleron për mos më pajtu. Po, e gjejmë një mes. E gjejmë një mes, edhe kështu nga njerë pajtohemi, me njerë, me të pare nga njerë, na vynë kohë, gjitha këto, mirë po, fund ditës, kemi ku e qojmë njëna tjetër, njëna shoqe. Ku janë momentet apo temat ku buci thot, okej, stop, se tash mos më konsidero shoqe se jem nana jote, edhe duhet me pas vendin edhe fjalla vendin e vetë. Sakt, shumë e mirë pyetja, unë sidomos këm gulli në ushqime edhe në çështje shëndetësore. Kam dëshirë kontrollat e mjekut, për shembull analiza, gjitha këto që më kundërshtojnë, aty e shfrytëzoj autoritetin tim, që them që nuk bën. Shqismi hamburger. Kur gjoma? Shqyqoje ushqimin, shqyqoje, adin gjitha këto janë që më të vërtet bëhem pak nervoz, ma tepër se që vynë, se kom dëshirë të ushqejen shëndetshëm, përderisa unë pregaditi për çdo ditë. E tash pse me ongër një hamburger jashtë diçka, dhe në ashtu nuk më këto janë gjëra që mas shumë ti kena debat. Ka pjesa e shoqënisë vrejet ma shumë kur vjen puna te karriera ose te integrimet që i kemi pasur në shkollim. Aty na ka trajtu si shoqe, na ka marrë seriozisht edhe pjesën e mendimit tonë edhe vendimet që i kemi marrë. Unë e vetë kom pa prej gjyshit, prej teje, prej shumë pjesëve ku jom integru, e kom pa që gazetaria nuk është as pak e lehtë. Po, buce, kur kom vendos me u integru, ma ka po, okej, hajde, you got this, të shtim për para. Po edhe shkenca kompjuterike, komplet jashtë vetës. Është një drejtim ku dominon qetësia, nuk flasin, nuk merren, nuk... Krejt e kundërta e jam, ja. Edhe me ndesha për atë po du me hi. Për atë po du me hi edhe me ndryshu edhe me bo diçka ndryshe. Ma bëke, okej,
pedon qëto, hajde të shohim. Qatë pjesë e ka ndërshta ma të mirë në buci, që ta bën, qka do që dënë ti me bo, mundohu, I have your back. Kjo është shumë fat i madh për një me, sidomos në ditët e sotme edhe jemi okej, mund të ketë vende ku akoma prindit, si me thoni, stepin fëmijët prej ëndrave tëne, po kjo është fat shumë i madh që me pas përkrohjen, me eksploru vetën derisa ta gjenë se ku përket. Taman, është punë qëre gazetaria, veç aktrimi mundet më konë ndështë halo ma zi. Pushtimisht, po e thëmë, se du edhe vetë vipre e asoj familje. Ama kisha gazetaria është ekranit shtert, është pus pa fund. Unë e shof artikuj, 10 artikuj në ditë. Gjdo gjo, adin kështu, në kom dëshirë, gjithë shka është mirë, ama më dhimësen edhe ju, e di stresin e ju, e di për atë edhe në shumë të në rasteve nuk hezitoj me shku kur më thrasi musafir të gazetarë se e di qëfar mundi, qëfar të notën e kanë mendu kush, qka ka me pyt, qka ka me bo, kreativitetin e tyre e respektoj punën, qysh në fëmiri e kom respektu, vazhdoj me respektu, edhe pse o zanati vështirë është mjaft fisnik, edhe mjaft i guximshëm, edhe ju përgëzoj të dy jave. Edhe pse në redaksi e kemi, do me thonë, redaktorët edhe kryeredaktorin, po problemin që unë e kam, është se unë i kam redaktorët në punë edhe kam redaktorin në shtëpi. Më thret gjyshi ma bën zog, kjo tema i shkon mirë të shqelu edhe me një psikolog. Pse s'po e thret edhe një ashtu? Okej. Aty edhe dashta me dalë, sidomos kur tha Buci që është një profesion shumë fisnik edhe të jetë i bukur për ata që din me e bo si duhet. Na kemi pas fatin, unë jam prej atyre gjeneratave që kemi pas fatin me mësu shumë prej Shaib Grabovcit, gjyshit të Ana Moreas, i cili po besoj ta ka instalu pak të dëshirën e gazetarisë. Është shumë. Duke u rrit andej për ti, nuk ka mundësi mos me e dash si profesion. Është syja e vetme, më thonë? Arsyeja vetme që ke shku, edhe i ke pas bleronen, i ke pas ekipën rrët vetës. Ka qenë shumë, ndërsta, po kthejem krejt, do me thonë, ju keni mësu pe gjyshit, po unë kom mësu pe ju. E krejt po kthejet pak si cikël. A ki në halonu memoria daljen e parë në kamere dhe ndështa ushtrimet e para, qka tu ka ngullit në mendje që, okej, e kuptova që kjo nuk bën kur qysh me u bo, edhe duhna me vazhdu në këtë ritëm. Ndërterinet e mija të para ka qenë me presidentën Ati Fiteja Jaga. I kom qenë në 19 vjetë dhe mu svidu deri në qatë një vesti që okej, vish trajto si njeri tjesht kur gjo nuk ka. Ja, aty edhe vish një sa me vrej që e ndisha zemrën, nuk e ndisha të më folë, e ndisha zemrën taj me të qmend. Po me gjdo intervistë dhe gjdo rast tjetër që kom pas, gjdo herë e me shase, okej, o tu të besu. Qaj person që po e merë një intervistë është të ta besu storjen e vetë. Edhe nuk besoj që ka nderë matë madhë. Unë e kom mundësin me tregu në gjarjen e tëre, edhe qajo pjesa ma e mirë. Është shumë e vërtet. Buci, në cilin moment, unë e di që në përgjithësi prej rritjes së të trejave, po me që Ana Moreën e kam këto, kanë qenë fëmi që ju kam bu krenar gjithmonë, po cili është një moment që do ma potencoje, kur je ndjemës shumë t'i krenar për Ana Moreën? Du me dit. Si a ke bukur këtë titje? Jo, me që më du me dit. Jo, adin është interesant se nanat nuk e shofin kur vetën, edhe gjithë matë mire në shofin me mujtë me bo këto, me mujtë me bo ato kërkuse, me mujtë Ana Moreja këto. Mirë po, Ana Moreja në shumë etapa kohore ka ndryshu. Sa komendu që më ka bu krenare me një prezentim televiziv, film, teatr, dilke dishka tjetër, se vazhdimisht kryon, asë njerë nuk ndollet. E thosha, okej, tashme e mori në intervjist, për shambull, presidentet, thosha, wow, sa filloj, e kisha tre me më bëri krenare, pasta ju vazhdoj ciklin tjetër, vazhdoj me undolë. Qka më bë më krenare, që Ana Moreja, se palidhe me folë në ftyrë, krenare më së shumë ti me bënd qenurit, përson normal, me ecë në tokë, mos me urit mendja, me respektu të tjerat, me qenë sinqert edhe me vazhdu kështu që është. Mos me asë një moment nuk mundet nuk kom dëshirë me undima privilegjume, nuk kom dëshirë me qenë unë kështu e kom bucin, a kom ato, jo, kom qef me qenë njëri.
Njeri i edukum, i kulturum. Gjithë atjerat vinë më pastaj. Kjo më bën krenore edhe po ma mërmendja që o në të rrugë, se i kena disa debate gjithështu, bitë gjitha me qenë njerëzore. Eshe, ma mirë që keni ardhë bashkë se e dëgjove këtë përgjigje. Aty shto edhe disa pyetje unë aty në gjisë. A ka në moment kur, sigurisht vite ma herët, kur ke qenë ma ere, ma adoleshente, je frigu ndoshta me hap një temë me mamin, je frigu, je ndje pak në siklet, apo gjithmonë e ke marrë energjin e hapun prej bucit që me diskutu qëfar do lloj teme, qofta ajo që t'ka mundu në ato momente? Ka pas raste ku jam ndje stresume, ka pas shumë raste në fillim kur kom hyn lidhje me partnerin tam, ajo ka qenë stresuese me tregu. Po edhe ndoshta vendimin tam për me shku Me utu? Me udhtu, ose qka do, e kom pas pak një siklet në fillim, po masandemi një herë e ka qëtënsënu situatën, e ma biko, okej, veç falj, kalzam edhe e këshyri, me ndreqi, me bojmë. Buci, që është për një non kur vajza i shprej se po ka ndjenja për një tjallë, edhe po takohet me dika? Për mua, unë primare i kom vajzat e mija. Nëse këto janë të lumëtura, unë jam 2 herë ma lumëtur. Nëse këto janë të lëndume, unë e 2 herë jam ma lëndume, ma shumë të jam shumë e keqe. Shumë jam vetë mbrojtëse për vajzat e mija. Kështu që vendimet e tyre unë i respektoj pa fund, edhe mendoj që e ndërsjellto duhet ta kenë atë sinceritetin, ta kenë atë konfidencën, mos ta humbin vetë besimin, ato që janë me qenë të njetën, jo me ndru, kur gjo tjetër. Nëse si e vetja jote, nuk e me qenë kërkushi. Kështu që unë mendoj që ato ju kërkoj edhe çdo herë mundohem, se dhe unë vetë natyren e tillë kom qenë shumë pak kom shërpcim vetën time. Unë çdo herë çka kom e haptas, e foli, asnjëherë nuk thëm, si disa prind e atë bisedojmë, këtu e atë, jo, heq, gjdo herë, nuk është budallaki, e ngarkon vetën, nuk është sinceritet, kur gjo, unë dua të shoh ashtu që shje, edhe mua, kështu që paka shumë e kom këtë koncept, ndoshta ori i gabushëm, ku ta di une, mirë bu, kështu jam rritë, kështu kom funksionu. Na jemi shumë me fatë se e kryon një farë butësi edhe hapësirë për çka do në shpe. Po ta tregoj një rast, erdë buci me marë më punë, edhe hypa unë në kërë, njësa me folë me bucin, edhe dikur vish po e dëgjoj një zo, Mirjame, këto kishin qenë në telefon, për orë tana, as nuk fëlshin, po veç në telefon me ditë që njona tjetërën e kanë aty, edhe masande vish kur pesho conference të dhe zoi. Do me thonë, ishim vish të katërtat edhe pse nuk ishim afer. E kryon që ata hapësirën, edhe rethin na bashkon neve trijave, edhe e kryon një shambull shumë të fort për gruan që duhet me pas, karjerën sa duhet me value, edhe... Nëse nuk përmbush edhe si grua, si femën, si shoqe, se respekton vetën, karjerën, shkollimin që ke bo, mundin që ke bo, nuk ka sukses, nuk ka për askënd heq. Të gjitha ta, partnera, që ka do tjetër që s'te respektojnë këto, atëherë nuk është lidhje sinqer. Nëse ta respektojnë punën, unë vetë, me profesionin tim që kom edhe ashtu, paka shumë të, që është me thonë specifik, që nuk ka i zakon, nuk bën. Nëse ajo nuk të respektohet, ajo nuk bën. Kështu që ju përgëzoj juve dy gocave. Faleminderit, po kjo e bukur me telefona. Do me thonë mjafton me dëgju njëna tjetrën ty marë frym, edhe buci është... Ajo ishte në kompjuter, unë ty vozit, loudspeaker edhe kur gjo, po, jo, edhe... Aty. Ana Morea, a e ke intervistu mamin deri sot? Po. Okej, pra pas ke pas rastin me ishtru pyetje edhe si arbnesh, jo si mam. Ka qenë ndërsa ma problematikja dhe tash. Të cila? Alës, më kujtuar? Se, ke pas sikletin e pyetjeve, apo të përgjigjeve? Albanian Post ka vendos me bo një kronik, pak më të rondë për mu personalisht. Kom dash me bo një pjesë për buqën. Për buqë Berishën, po. Ajo ka qenë me agronin, ka qenë? Agron Vullën, me Gjerin, me gjithë këta. Jo, me agronin edhe ka qenë me Anisën. Anisën, Ismailin, falë, po. Edhe buci. E kom marrë të tretë në intervist, edhe pjesa e bucit
ka qenë problematik. E gjithve, se ka qenë çështja e ndishme edhe për shkak burbuqes. Edhe lidhshmërisë që ju keni pas me ta, prandaj ju pas ka përzidhë si nga 3 personat më të afërt. Buci e tregon një kujtim shumë të mirë dhe fatkeqësisht e kaplojnë emocionet edhe mas andi edhe mu. Bëse edhe agruni. Po, krejt. Vështirë me u përmbajt në rastet të tilla, sidomos kur flasim për emra si Burbuqe Berisha, përpos gjithë karrierës së saj edhe kontributit në art, ata që e kemi njohur për së afër me është e pamundur mos me u emocionu edhe mos me u mërzit që se kemi ma. Saktë, që ajo ka qenë. Kush bën dhurata më të mira? Mire. A e ke bu në i listë për fund vetash? Jo, veç e kom marrë vesh dhuratën e Zojit, edhe shumë po e kom probleme mbajt. Shumë po e kom problem. Unë jam ma e keqja për dhurata. I qeli edhe i shoh. Edhe i mbyll prapë. Nuk kom durim. E kom nisë Secret Santa në taksi, u du mu të shmend. Jam të i këshyrë, të i ndjek shikimet, mos po muj me dalu. Jo se e prish momentin, ajo se... Unë e di, mas andej nuk kalze, vesh po më vjen me dit. A mandej ti buash kishe po qëtitesh aty. Wow, se kom dit. Që mirë jam i ka ble Zojt. Okej, jam krejt nga fundi, po du prej Bucit edhe një pyetje tjetër, që mundet me u përdor edhe si mesazh mbase për krejt prindrit. Pavarësisht sa të vegjël apo të rritur i kanë fëmijët, konsideroj që ku me ditë sa vjet me i bo, gjithmonë për nanën ose për prindrit kime mbet, po ajo e vogla ose i vogli. Edhe duke e njoftë shoqërinë tonë, me të mirat e me të këqijat e saj, cila është një prej frikave tua më të mëdha si nanë, që ke rrit vajzat edhe vazhdojnë me qenë në Kosovë. Pra, një diçka që do kishte dashur si shoqëni me ndryshu për me bu vendin më të sigurt për rritjen e fëmijëve. Si gjitha nanët edhe sakt është më ndëgju zëri, dominimi mashkullor është shumë koment në çdo fushë tjetës, në po i shohim edhe në politikë edhe gjithka. Nëse nuk dominimi mashkullor i keq, që ajo më brengos pak edhe pse jo në gaq me njejtë, si ju gjithat me luftu, këto nuk e kam problem, mirë po pse duhet me luftu kur o dishka e drejtë e jote, adem pse duhet me luftu kur ti e kia të vend pune, ti e kia të pozitë shoqëri, ti e kia din. Kjo pak më acaron edhe pak më bën se adin sjelljet, maniret nuk ekzistojnë, shumë e rrallë. Adin duhen me pa njerëzit që duhen me pas manire, me pas elegancë, kur i qasësh një kolege që është femër, ka kriju karriere, ka karizmin e gjitha këto mja respektu, veç jo me qenë backstage mu marrë vesh bota mashkullore për gjitha planet që ti nuk i ke ndëgju, nuk i din. Kështu që këto e kom pak mirë, po nuk është që shoh si problem për vajzat e mija veç më parim, se unë edhe për studentet e mija, për gjitha këto botën femrore e shoh shqetësim që duhet me u luftu. E vërtet. E bashkë mundemi. Ana Maria, ku e sheh, cili është synimi yt në gazetari? Pra qysh i ke ëndrat, dëshirat, synimet në karrierë? Unë aktualisht jam gazetare e teknologjisë dhe kulturës. Qatë miksin po e gjej, ku po implementoj shkollimin tim në shkenca kompjuterike edhe këtë shpirtin artistik, po ku e shoh vetën? Shumë problem kjo pyetje, nuk e di. Unë uroj që ko me pas mundësi me intervistu shumë njerëz edhe me sjell storjet e tyre përmes pikpamjes time. Është nder, sa herë ka mundësinë edhe po. Ekrani të do shumë, të ka dosht prej që zhe vogël, ke qenë prej atyre fytyrave që gjithë se cili kur e ka pa në ekran, për ata që s'ju kujtohet, Ana Maria ka qenë për vite në ekran. E mendon rikthimin, pra të bërit gazetari, po në ekran? Po, tash, mediumi, muj me thonë, mediumi është Albanian Post, edhe shoh si shpinë tame. është vendi ku ma kanë kriju mundësin me të shprej kreativitetin pa limit, edhe atje e kemi pjesën me video, edhe kësha pas që ndër vite mu integru edhe andej ka pjesa e videos, po më përgjithësi për te Albanian Post nuk e shoh vetën në gazetari, është shtëpia jam, ma kanë kriju zërin, ma kanë kriju mundësin për me fol hapur, për çka do, edhe me të vërtet është familja ime.
Ka gjama mirë, se sa me undi rehat edhe me u pranu, sepse të ndikon shumë edhe mënyrën se si formuar si personalitet. U knoqa shumë, pas ka marrë malli shumë e ba, falenderit që erdhët. Falenderit shumë, ju besom edhe atëherë kur të kom marrë një interviste, ju e kom pas një farë emocioni tjetër të isha u këthy krejt më në fund. Për mua, disa knatësi, më shkujt Ana Maria për intervist, a bën, edhe një farë forme formale, kështë dhe hajde. Knatësi që ju kisha, falenderit shumë. Knatësia jonë. Miq, po përshëndetje me Bucin e Ana Marian, po ju lë me marketingun kthejmë veç pas pak.